Një moment interesant ka ndodhur me sulmuesin Mirlin Daku në barazimin 0-0 mes Rubin Kazanit dhe CSKA së Moskës në javën e 27 të kampionatit rus, sipas një video të publikuar nga klubi Rubin Kazanit në pushimin e ndeshjes mes fushorit CSKA-s, Dimitri Barinov i u drejtua Dakut me pyetjen: "Pse po rrëzohesh?" Episodi lidhej me fundin e pjesës së parë kur sulmuesi Kuqezi u rrëzua brenda zonës pas një kontakti në këmbë duke pretenduar për penalti. Dialogu mes dy lojtarëve ka tërhequr vëmendje pasi tregon tensionet e debatet që shoqëruan një ndeshje shumë të luftuar, ku Rubin Kazani ishte pranë surprizës ndaj një rivali si CSKA-ja Moskës. Pavarësisht polemikave, sfida u mbyll pa gola, ndërsa skuadra e Dakut vazhdon të mbajë vendin e 7 në renditjen e kampionatit rus. Në javën e ardhshme, Rubin Kazani do të luajë në transfer ndaj Baltika Kaliningrad, ku synon të rikthehet te fitoria, teksa Daku ende nuk ka shënuar pas rikthimit nga dëmtimi.